Ky raund ishte për jetën time profesionale, u fokusua më shumë nga unë që prisja tek politika. Nuk është se u zhgënjeva, më vjen mirë të flas për të, jam gjithmonë e gatshme, jam pjesë e saj, nuk mund ta mohoj më. Megjithatë do më kishte ardhur mirë që të flisja ndoshta edhe për aspekte të tjera të jetës time profesionale, mbi të gjitha për media, dhe angazhimet për të drejtat e njerëzit apo dhe ato pedagogjike. Tani jam gati për të rrethuar për raundin tjetër. Pjesë të programit do të flasim për jetën tënde personale. Gjithnjë angazhuar për të përpjekur për të kuptuar fenomene sociale, njerëzit e dinë shumë mirë ç'është mendon Edlira për çështjet caktuara. Po njerëzit nuk dinë, për shembull, që Edlira është e martuar me Mirin dhe dashuria e tyre ka qenë në shikim të parë. E vërtetë është kjo? Ku jeni njohur? Jemi njohur aty ku unë jap sot mësim me shumë dëshirë, madje e kam pranuar të shkoj atje sepse më kujton pikërisht njohja me Mirin te kinoklubi i qytetit Studenti. Ka qenë 8 dhjetori 97-s, ishte festa e rinisë. Ishte një festë që e drejtonte një shoqja ime e klasës, gazetare, sot. Dhe aty u njohëm dhe që mbas festës kemi shkuar për kafe dhe sot kemi që nga 97 bashkë. Kur u puthët për herë të parë Edlira? Dhe ku? Dua detaje, peizazhin, çfarë kishe veshur? Çfarë kisha veshur, besoj që kam pas një xhup të zi. Ka qenë Dhe mos harroj, me 97-ën i bie dashuria në korat e kolerës. Po, në 97-ën. Kërciti ndonjë pushë kur Në 97-ën jemi njohur, pastaj frika e madhe ishte që në 98-ën të mos kthehesha më në Tiranë sepse kishte trazira të tjera në Tiranë me vrasjen e deputetit Hajdari, shikoj ca gjëra i mbaj mend shumë mirë prej dashurisë time, jo prej politikës. Ne kanë shënuar ngjarje dashurinë tënde. Dhe ajo ishte frika ime më e madhe që të fillonte sërish shkolla se unë duhet të shikoja Mirin më tepër se sa të prisja shtyrin apo të interesohesha për të. Miri përbën familjen tënde të vogël. Familja jote e madhe është e mbushur, motra, vëllezër. Po, kam një vlla të madh dhe një motër mbas vetes që jetojnë të dy në Itali dhe kanë që të dy ndjem të mrekullueshëm, shumë të bukur. Kanë një motër më të vogël se sa veten që është një profesion që po e braktisin të gjithë, po që ajo e dashuron dhe e bën shumë mirë që është mësuesia me fëmijët e vegjël. Dhe Edlira, sepse jeni të lidhur me njëri tjetrin, t'ju udhton shumë shpesh për në Vlorë. Një Vlorë e cila e ka ndarë familjen tënde më dysh për momentin sepse ke pasur një humbje të madhe. Dhe je ringritur. Jam bindur që mos e të pyes se cili është Edlira, keni pësuar një humbje shumë të madhe vjetë. Kam ndjekur me shumë dhimbje dhe kam reflektuar dhe shumë dashuri nga larg. Keni humbur maman. Si u ngritët, si e përballuat aq bukur, me aq dashuri, me aq forcë dhe me aq poezi brenda. Shumë shkurt, nuk dua t'ju mbaj. E bëj për hir të saj. Ishte shoqja ime më e mirë, nuk ishte thjesht mamaja ime dhe iku shumë shpejt. Ai shpesh sa nuk e kuptuan që iku nga një sëmundje për të cilën unë luftoj me mishe me shpirt që është tumori i gjirit, për të cilën unë kam qenë dhe agresive muajin e tetorit vitit kaluar mënyra se si media e personalizoi. Një sëmundje që nga diagnostikimi derisa mami iku zgjat e gjitha më pak se një vit. U ringrita sepse në asnjë sekond ajo nuk donte që asnjëri prej nesh të humbiste, të binte poshtë ashtu si kundër ajo, se kemi marrë nga puna për ta çuar në spital dhe nuk e sollëm më në shtëpi. Dhe thoshte kjo nuk dua që të ndodhë në asnjërit prej ju të katërve. Aq më tepër njëjtë angazhimet e mia të shumta më ka dhënë shumë këshilla, kemi krijuar shumë momente bashkë në spital në momentet e saj të fundit. E kishte merakun e saj të madh për përfshirjen time në politikë, kishte gjithashtu merak që dinte që unë dua shumë media dhe nuk mund të qëndroj larg dhe më thoshte zgjidh dhe merr se nuk mund të mbash dy kunguj në sqetu. Një mama e ushqen vajzën e saj, sidomos vajzën, me zgjerimin e familjes, me ardhjen në jetë të një bebe. Nuk ka gjë më të bukur se një bebe që të gëzojë prindrit tanë. Kur do vi kjo bebe? Kur mami u diagnostikua me tumorin e gjurit, pyetja e parë që i ka bërë mjekut ishte sa doroj sepse kjo vajza që po përkthen në shpa fëmijë, a do jetoj sa ta shikoj të më bëj gjyshe?
Elira, kam dëgjuar që udhëton shpesh? Madje ai sa më thonë që çfarë punon stewardesje. Po ti nuk je stewardess. Jo, nuk Çfarë jam. Pse udhëton kaq shpesh? Udhëtoj kryesisht për punë, vetëm për punë, se nuk kam udhëtuar asnjëherë për qef. Në fakt, udhëtimet e vetme që kam bërë personale kanë qenë ato të Italisë. Gjithçka tjetër është vetëm punë. Puna ime ka qenë gjithmonë e këtill që më është dashur të udhëtoj, të shkoj në për takime, konferenca, shkëmbime, eksperiencash, trajnime, pafund, nuk e di ka ardhur e Ku ishe së fundmi? Në Zvicër. Për çfarë? Në Zvicër është zyra qendrore e Swiss Contactit, për të cilin unë kam hyrë në vitin tim të 6 të kontribuimit me shumë dëshirë, me shumë pasion. Jam dhe gjithashtu me them me plot gojën që profesionalisht është vendi ku jam ndier më shumë e plotësuar. Swiss Contacti në vite të ndryshme kam pasur pozicione të ndryshme, të gjitha të lidhura me marrëdhëniet me publikun dhe me komunikimin. Po kështu ke zbuluar një dashuri të re që është udhëtimi, apo e ke pasur të vjetër këtë? Kam pasur ca të vjetër, do thoja, se në fakt i kam nisur udhëtimet, nuk e di çfarë bën, mbase natyra ime shumë aktive, shumë e hedhur, kam nisur të udhëtoj që në gjimnaz. Si ndihet burri me këtë hobin tënd? Jo, burri ndihet shumë mirë, Vjera nuk ndihet dhe aq mirë. Të do ajo më shumë do të shohë, apo çfarë? Po Apo tani, mendon? se të gjitha nënat shqiptare ka idenë që është mirë që zonja e shtëpisë të jetë në shtëpi, se duhet që të kujdeset për gjithçka, gjë që unë gjithashtu e bëj me dëshirë në ditët që jam në shtëpi dhe në çastet kur nuk Për jam shembull, në në një javë, sipër. sa ditë jeni në shtëpi dhe sa ditë jashtë shtëpisë? Po mund të ndodhe që është një muaj gjithë që unë nuk jam në shtëpi, por në muaj Ka të drejtë Vjera. Nusja duhet jetë në shtëpi. udhëtimet janë të shpeshta. Raundi i dytë, po ose jo, e vërtet ose e gabuar. Elira, ka qenë çështje sekondash ndoshta, një vendim i kohëve të fundit, është e vërtet apo jo, për të rikthyer në Shqipëri se mund të jetojë edhe jashtë, mund të merrë një vendim. Dhe se jetunduar shumë herë për t'ikur për të kthyer, po kjo mëmëdhëmbja të tërheq si magnet. Për fat të keq, po. Dhe çdo herë që jam jashtë dhe është tundimi për të qëndruar atje, përsëris të njëjtin gabim kthehem këtu. Dhe kësaj radhe keni qenë dy që e keni marrë këtë vendim, dhe ti dhe Miri. E vërtetë është, sepse oferta që të qëndronin për 3 vite të tjera larg Shqipërisë kishte të bënte me një pozicionim të ri të punës së bashkëshortit tim, të cilën e refuzuam, i tham jo për të qenë pranë familjes sime. E vërtet se Miri po të konkuron si analist mediatik? Shumë i vërtet, po tani më merret me ekonomi, do konkuroj ty, jo mua. Dhe mbyllja e Facebookut gjithsesi të shpëtoj nga kjo konkurrencë drejt për drejt. E ke mbyllur Facebookun, e vërtet? E kam mbyllur Facebookun sepse duhet merrem me gjëra më serioze. Se të pret moza dhe më. Me gjëra serioze. E vërtet që jeni e dashuruar me pemën e qershisë që keni në shtëpinë e bashkëshortit tuaj në Rrëshen. Shumë e vërtet. Absolutisht e dashuruar, ai sa shkoj atje duhet të hipi në majë, madje të marr kokrat, nuk i duhet të vi servirin e tavolinë. E vërtet që deti ju zbut, ju sjell në vete. Veçanërisht pasi kam dhe një japesa 6 orë në të duke notuar, edhe pastaj derisa më therrasin që kthehu se e morën vesh i e zbutur. E vërtet që distanca 12 mujore për shkak të impenjimeve profesionale të bashkëshortit tuaj, që ishte i vendosur në Rusi, e forcoi më shumë lidhjen tuaj. Po aq e vërtet sa që na bashkoi një largimi të 2 vite më parë, ku u lidhëm shumë më tepër se sa ishim më përpara. Edhe largesa bëri të njëjtin efekt për shkak se dhe e kemi parë shumë njëri tjetrin dhe të fatkeqësive që unë kalova. E vërtet që ktheheni me një peng të madh nga perëndimi në Shqipëri, si nuk u bëm kurrë. Gjithmonë e vërtet. Është e vërtet që gatuani mirë, shumë mirë madje. Kështu thon ca zëra, po është e vërtet. E vërtet pjesërisht, vetëm për disa gatime, jo për të gjitha. Kam specialitetet e mia. Është e vërtet që jeni manjake e pastërtisë. Shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet.
Trashëgimi nga ime më. Është e vërtet që jeni dhe idealiste, të gjitha keni me shumë. Pse? Po, jam idealiste dhe kjo është një fatkeqësi tjetër e imja, sepse në fakt është një vlerë në zhdukje. Është e vërtet që kundërshtoni shumë për këtë shkak. Kjo është me vërtet se të gjitha të tjera. Është e vërtet që Facebook-un e mbyllët sepse kishit bërë disa deklarata kundër frymës re demokratike. Nuk është e vërtet asesi. Damir Topi tha mbylleni, tani, në këtë moment. Asnjëherë. Nuk është e vërtet. Cilat gjëra ishin serioze me cilat duhet të merreshit për cilin nuk ju linte Facebook? Vetëm thjesht profesioni im. Ka diçka që lidhet me profesionin dhe në atë moment stop. Idealiste, tha Menada, e dinte kur e bëri pyetjen këtë gjë, sepse para shumë edhe ne kemi dëgjuar në ekran. Unë në të gjitha kartvizitat e tua kam lexuar profesioniste e komunikimit, nëse mund ta përkthejmë kështu. Eda, ti arrin të komunikosh me zemër. Fjalat e këty është kulmi, po me zemër akoma më shumë. Për mua kjo është kulmi i mjeshtrisë komunikimit. Faleminderit shumë. 10, Edlira, 10, ne jemi shumë mike bashkë, është shumë e vështirë ndonjëherë, ma kompromentoj disi bisedën, por gjithsesi mbetesh mjeshtër komunikimit. Gjithashtu 10 për të gjitha pyetjet e bëra. Faleminderit Zisha. Për kthjelltësinë e mendimit dhe për të qeshurën tënde të pazëvendësueshme 10. Të falenderoj dhe të admiroj, po s'të kam më frikë se në 98-ën. Në 98-ën ke pas shumë gjëra frikë. Është shumë e vërtet? Edhe unë në vitet e mia të para kam patur jo frikë, po hezitimet e mia. Absolutisht. Megjithatë ka qenë një nga leksionet e mia më të pashlyeshme. Të vlerësoj dhe të çmoj shumë 10. Për arsye që u than, por dhe që nuk u than, 10. Gjithashtu, edhe ty, për një kënaqësi që zbulova një menatë tjetër. Sot, emocionale, sepse ekrani kryesisht ju bën, i duket spektatorit sikur jeni vetëm të ngurta në fakt, të trija, të mrekullueshme dhe me emocionat që më përcollët. Ju falenderoj që jeni ndat me mua. Faleminderit.